Partitë politike kanë kohë deri të dielën që t'i dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat e kandidatëve për deputet. Deri tash asnjë nga subjektet e mëdha politike nuk e ka bërë publike listën për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Shkodran Ramadani, njohës i çështjeve politike, tha se hartimi i listave nga partitë duhet të bëhet në përputhje me kriteret minimale ligjore, etike e profesionale. Duhet të respektu disa standarde minimale që qytetarit t'i ofrohet një listë me emra cilësor, me integritet, sepse deputetët nuk janë thjesht vetëm përfaqësues tonë, por shpeshherë mund të jenë edhe model. Janë standard i sjelljes i shembullore të qytetarëve, edhe pse në praktikë normalisht që ndoshta rrallë ndodh që deputetët jenë shembull i qytetarisë. Në zgjedhjet e kaluara për kuvend në listat e partive politike gjetën vend edhe kandidatë që kishin probleme me ligjin. Me qëllimin që të mblidhen më shumë vota për partitë, subjektet futën në lista edhe kryetarët e komunave, të cilët më pas u tërhoqën për t'u lënë vendin kandidatëve që nuk i siguruan votat e mjaftueshme për t'u bërë deputet. Koha ka dërguar pyetjet e të gjitha subjektet e mëdha politike nëse këto çështje janë diskutuar e adresuar, por asnjë nuk ka kthyer përgjigje. Pos kritereve minimale, sipas Shkodran Ramadanit, parti duhet të kenë edhe përfaqësim më të gjerë gjeografik. Nga 48 deputetët e vetëvendosjes nga legjislatura e kaluar, mbi 20 ishin nga rajoni i Prishtinës, të ndjekur nga ai i Anamoravës e i Mitrovicës. Megjithatë, nga kjo parti pati përfaqësim në kuvend të gjitha rajoneve. Në Partinë Demokratike të Kosovës, nga 24 deputetët sapatis së fundi, gati gjysma e tyre ishin nga rajoni i Drenicës, i ndjekur nga ai i Prishtinës dhe i Ferizajt. Pa përfaqësim brenda PDK-s në kuvend ishin Dugaxhini e Anamorava. Në lidhjen demokratike, nga 20 deputetët e përbërjes së shkuar të kuvendit, më shumë se gjysma ishin nga rajoni i Prishtinës, i pasuar nga ai i Dugaxhinit. Ndonse në numra minimal, kjo parti pati deputet nga të gjitha rajonet. E nga Dugaxhini ishin që të 5 deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramadani vlerëson se partitë vendosin për përfaqësimin gjeografik varësisht prej prioriteteve për të arritur ose ruajtur bazën votuese. Ka partitë caktuara që dojnë më rrit, ato do të me tentu me dalë me listat që nuk reflektojnë vetëm pikat e tyre të forta zgjedhore edhe të votës, po me kërku më rrit edhe në drejtime tjera ku ata janë më të dobët edhe më pak të pranishëm. Ka parti që dojnë me rujt votën e tyre, edhe normalisht ato që fokusohen më shumë në bastionet e tyre, ku ato janë më të fortë. Kriter ligjor për hartimin e listave të deputetëve është edhe respektimi i kuotës gjinore prej 30%.